Vllaznia e mbyll sezonin me një humbje 2-1 ndaj Elbasanit, duke përfunduar kampionatin në vendin e tretë me 31 pikë, pas një pjesë të parë të luftuar por pa gola. Kuqeblut kaluan në avantazhin në minutën e 48 me kapitenin Bekim Balaj, i cili gjeti rrugën e rjetës dhe i dha shpresë skuadrës shkodrane. Megjithatë, reagimi i Elbasanit ishte i menjëhershëm, me lajthin që barazoi rezultatin vetëm 3 minuta më vonë. Në minutën e 64, Ibrahimi realizoi golin që vulosi fitoren 2-1 për verdhë blod. Pavarësisht përpjekjeve deri në fund, Vllaznia nuk arriti të shmangte humbjen në ndeshjen e fundit të sezonit. Në emër të stafit, zëvendës trajneri i Vllaznisë Sergi Borçi kërkoi falje tifozëve kuqeblu për këtë paraqitje të dobët në final forë me 3 humbje dhe për faktin që shkodranët nuk dolën kampion. Keqardhje, deshme me mbyll me fitore, pasi besoj që mos tan kampionati që kena bërë meritoshim me mbyll me fitore, meritoshim edhe me mbyll në vend parë. Edhe për këto tifozë që kanë ardhur sot, kanë lënë punën e tyre, kanë ardhur sot me një ekipin, jo vetëm sot, por gjatë gjithë vitit kanë qenë afër nesh, edhe gjerosin me falëndërues në veçantë i vllazërit Ultras, por edhe çdo tifoz shkodran që na ka njeh. Nga ana tjetër, trajneri i Elbasanit Ivan Gvozdenovic u shpreh shumë i kënaqur që e mbylli sezonin me fitore. Jam shumë kënaqur edhe jam shumë krenar, sepse për mua ne jemi kampion, sepse kemi njësoj pikat si Ignatia edhe diferenca është vetëm me 3 golla. Për mua jam bindur dhe ne jemi merituar të fitojnë titull, por duhet të uroj edhe Ignatia, sepse tregoj me pjekur në Final Four, sepse Final Four është një gara delikat, por kjo është e futbolli. Vllaznia e mbyll kampionatin në vendin e tretë me 31 pikë.